Përshëndetje shikues të nderuar, jemi sërish këtu në emisionin Aktualitet në ekranin e NTV-s. Do të flasim sot për disa tema që prekin edhe Shqipërinë edhe Kosovën. Do ta nisim pikërisht me atë që ishte lajmi i ditës së dieshme e që me shumë gjasa ka për të mbajtur disa ditë për nga rëndësia dhe pesha që zë pikërisht në hapësirën informative. Mega operacioni i Spakut në bashkëpunim me antimafian dhe prokurorinë italiane të Barit i titulluar i quajtur Ura, ku janë dhënë deri më tani 52 urdhër areste, e prej të cilave janë ekzekutuar 42 të tillë dhe janë sekuestruar ndër të tjerë pasuri me vlerë mbi 3 milion euro. Megjithatë, për të folur pak më në detaje mbi këtë operacion mjaft të rëndësishëm, i cili pse jo mund të thuhet që ka tronditur një pjesë të themeleve të krimit dhe të operacioneve të parave të pista në vendin ton, në Itali dhe më gjerë, unë kam kënaqësinë që të kem në një lidhje të drejtë për drejtë me mua avokat Gylsen Zhlimën. Avokat, shumë kënaqësi dhe faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Tani, nuk jam i sigurt nëse ky operacion i titulluar i quajtur Ura është më i madhi i bërë nga Spaku ndonjëherë në Shqipëri apo jo, dhe nëse është i tillë, pse? Dua të them që çdo operacion që ka bërë Spaku nuk ka qenë operacion mega, por ka qenë një operacion për të kënaqur statistikat në vitin 2026 dhe 2025 për të bërë atë në kuvend, sepse Spaku është një institucion i cili mbledh prova, të cilat prova do të shkojnë në gjykat, por në hetimet paraprake Spaku është institucioni i cili flet për disa prova të vlerësuara. Për ato a janë të forta, të rëndësishme, apo janë prova konkrete dhe reale, mbetet për të parë një proces gjyqësor penal. Por ajo që në Shqipëri, kemi parë një ilustrat që ndodh nga ky institucion, i cili bën një operacion dhe në deklarimet e tyre nga më i fuqishëm që ka ndodhur. Tani lind pyetja, i fuqishëm, kush është kampioni që bën matjen nga fuqitë e tjera të bandave të tjera? Pra do të thotë ka edhe bande të tjera më të dobta edhe më të fuqishme? Kjo që arrestoi Spaku edhe kryeti Spaku në bashkëpunim me italianët. Përveç kësaj janë fuqishë dhe individë të tjerë. Këto individ, masat e sigurisë, janë 52 mega operacione quhet. Ka bërë dhe mega operacione të tjera, nga të cilët ka dështuar dhe nuk ka dalë në një deklaratë të kërkojë falje ndaj të cilët ka arrestuar, proceduar, mbajtur në paraburgim në mënyrë të padrejtë për kërkojë një falje publike. S'po them falje publike sepse personat e kanë mbajtur në paraburgim dhe i ka lëshuar duke thënë kemi më prova, s'kemi prova. Po me çfarë ka lidhje ky operacion që vjen pikërisht në këtë moment, nëse sipas jush nuk mund të quhet mega operacion për arsyet që dhat? Po, çfarë bën ai për një statistikë të radhës, e cila do t'rregojë që ne po punojmë në shtypin shqiptarëve të heqja e vëmendjes në zgjedhjet. Pra ka lidhje me zgjedhjet, po thoni? Po lidhja është me zgjedhjet sepse nuk mundesh ti të mbash në sirkulin tënd 52 urdhër arresti dhe të dalin në bazhierët e Spakut dhe të thënë nuk veproj Spaku tani sepse po pritin këta kalonin nga kamione dhe të bënte transakcioni 500.000 euro. Tani këto janë çfarake. Tani një organizatë kriminale kryen krime, po trafikim. Dhe ti nuk e ndalon në flagrancë, ti thua pritet kaloj kontenjer, kaloj kjo maunet, kaloj kjo autobus. Ne bëjmë vërtetuesin dhe pasi të kemi zgjedhje tani ne bëjmë arrestimin. Falë, më këpë tallën. Po, për ata lavazhierët që i bën lavazh Spaku normalisht, ato mund të hapin se po kishin informuar në opinion publik. Por nuk mund të quash mega operacion një gjë e cila ti e ke parë nga shkurti, janari, 4 vite e bashkon krime dhe ti në fund fare vjen thua
tani ne përfunduam situatën, tani ne do t'i arrestojmë. Po t'i arrestojmë 52 nga arrestojmë 40. Po është e vërtet kush më jep mua një shifër që është më pagës se këtë, asnjë vetëm pagu. Pse? Sepse është institucion i vetë kontrolluar, nuk kontrollohet nga një faktor tjetër. Ai thot, mos muan, ju e për marrin të mirëqen. Ai thot, arrestova 52 veta, e marrin të mirëqen. Si do të dukemi, si do duket kjo statistikë që është e vërtetë dhe konkrete? Ata mund të thënë gjithçka. Prandaj është e pa imagjinimi kjo gjë që ky mega operacion u bë me bashkëpunime amerikane, italianë dhe me radhë. Unë nuk i besoj këto, kam prallë. E vërteta është kjo, nuk mundet një procedur penal, edhe sa të rrethuar ta kesh, i thua shkalo pandemia, kalo ato buzët e drogës se po bën vepra penale, e ndalon aty. Nuk pret 4 vite sa mbledhin prova dhe një gjë nga të cilët thënë për italianët, të cilët punojnë në mënyrë të sofistikuar. Avokat, shiko. Megjithatë nuk ka qenë vetëm SPAK-u pjesë e këtij operacioni, kanë qenë edhe italianët, prokuroria e Barit edhe drejtoria e antimafjas. Cili mendon se ka qenë roli i këtyre, pra italianëve, në këtë operacion? Ato kanë interesin e tyre për sa i përket parandalimit të hyrjes të gjërave të paligjshme në territorin e tyre. Ata janë mos organizime. Ne nuk jemi soldat. Çfarë do të thotë? SPAK-u thotë, na thanë italianët që tani ndaloni këta sepse këta po transportojnë drogë tek ne. Dhe erdhi momenti të ndalojmë. Tani po arritin institucioni kushtetues, që është SPAK-u, të marrë rekomandime nga institucion tjetër kushtetues të një vend të huaj. Edhe ti thot ai jo tani nuk intereson mua, jo tani nuk intereson ty. Kjo mbaruar gjithçka, dihet që është një lojë e madhe e cila nuk është në favorin e shtetit, sepse ata kanë bërë veprimtari kriminale dhe nga veprimtaria e tyre kriminale ka sketë pasoja patjetër, por përveç kësaj, institucioni i antimafjes të llogaritën në vendi i tyre. Pa të thotë që ata është interes që ajo operacion të ndërpritet në iniciativën e tyre. Por ajo që unë pyshoj është se SPAK-u duhet të bëjë vërtetuesin tek individët të cilët pyshojnë që ka marrë pjesë në veprime korruptive, që do të thotë ose kriminale, që do të thotë që ky institucion ka ndaluar të punuarit derisa të marrin institucionet italiane vendimarrje për të bërë aksionin. Pra, pjesëmarrja e antimafjes italiane është për interesin e shtetit të tyre, për mua i lumë, se ata i kanë kapur disa pjesëtar, por ne nuk kishim kap asnjërin. Pa ata. Pa ata duhet të kapur, se ata nuk lejojnë të bësh ti vadisësh që Italinë tjetër në një moment rilisim ne në flagrant. Ata kapin pjesë, asnjëri se kupton se është kapur. Pyesni avokat që kanë me Italinë, në procedurën e Italisë, do ju thënë grupet kapen disa pjesë, për gjëra të tjera, kanë lidhje me atë, në fund fare i sjellin në tavolinë dhe fal, po këtë dosja këtu ti ke qenë pjesëtar? Qartë. Tani një nga gjërat më interesante të diskutimit mbi këtë, po e përsëris, megjithse ju nuk e quani si të tillë, mbi këtë mega operacion, ditët dihen më saktë se vetëm një ditë ka që është si zhvillim kryesor, është edhe përmendja e shumë emrave, po them, të personave ndaj të cilëve janë zbatuar masat e arrestit, apo edhe të personave të tjerë të cilët kanë arritur që t'i shpëtojnë masave të arrestit. Bëhet fjalë pikërisht për Elvis Doçin, apo siç quhet në përgjimet dhe në dosjen e këtij mega operacioni Visi Nepojës, po emrat të tjerë janë Ekil Ndërjaku, Indrita Fili, Gertina Liu, Andi Çoba, kemi ndërkaq edhe 2 policë ndër të cilët Orges Molla dhe një tjetër efektiv. Çfarë mund të themi për personazhet, për këta personazhe dhe si ndërlidhen me nëse ka ndërlidhje me politikën, si ndërlidhen me politikën? Unë vetëm kam një pyetje për të ta analizuar nëse do ju bëj një pyetje, po është e çuditshme. Për shembull, super bankë kriminale, fuqi e madhe, dhe të ketë 2 policë të përfshirë, një avokat të ketë të përfshirë, një biznesmen të ketë të përfshirë.
apo disa biznesmen të përshtirë. Po 3 milion, po them, euro pasurit sekuestruara dhe asetet të tjera sërish nuk ju duken, po them, aq sa për ta quajtur bandë? Se sekuestrimi bashkuar në një gjykatë të pavarur të bëhet konfiskimi është diçka konkrete penale? Jo, sepse ai më parë tek akta e qyrtimit të sekuestrimit që prova, të cilët bëjnë që SPAK-u ka bërë vetë konfiskimin kod. Ka historia edhe televizionet të tjera të cilët janë konfiskuar dhe do shkojnë në gjykatë në vendas, një të huajt marrë dëshpërblim për arsye të konfiskimit të padrejtë. Pra, nuk mund të merret me shifra të cilët janë sekuestrim, të cilët janë provizore dhe nuk mund të shifruar ende nga gjykata. Tjetër është paraprakt. Bëjmë një shifër për të kënaqur opinionin që ne po punojmë. Ose bëjmë një shifër që të kënaqim deputetët e parlamentit kur na pyesin për sa i përket veprimtarisë së institucionit që përfaqësojmë, sa sekuestrim kemi bërë që mos të dukemi dobët. Kjo është. Emra që mund të citoni nuk kanë lidhje fare me... Nuk të thonë gjë këta emra, këta personazhe? Personalisht për mua, edhe kur arreston Sali Berisha i Lindrejt Arion Velia, ka prezumimin e pafajësisë. Edhe këta emrat për mua i qenë të pafajshëm derisa nuk është provuar fajësia. Po, proceduralisht ashtu është. Po, unë nuk mund të bëj skenare sa shumë kanë vjedhur e sa shumë janë tashuar për partisë në pushtet. Në rast se ata janë atashuar për partisë në pushtet, dhe kanë qenë në hetim, dhe SPAK-u i bënte fresë në kohën e fushatës, ata dyshojnë që mund të merren edhe me politikë, pra duke ndihmuar një subjekt garues, që thuaj se ata të cilët janë arrestuar janë me iniciativë nga Partia Socialiste, që kanë qenë shqiptarë dhe me ato, do të thotë që çfarë bënte SPAK-u në rast se këta individ bënin vepra penale të korrupsionit në zgjedhje. Pra lind pyetja. Po mirë, a nuk është duke, pra nëse e trajtojmë politikisht, a nuk është SPAK-u duke ndjekur krimin zgjedhor me këtë mega operacion? Ja, nëse ja kërkojmë SPAK-ut këtë gjë, është duke e bërë, apo jo? Jo, një sekond. Procesi politik, kur shkon te kutia e votimit, dhe një shkon te kutia dhe edhe votën aty numërohet, nuk vjen tani SPAK-u thotë, më fal hapni sepse unë dua ta shpatoj këtë votë. Nga aspekt politik i mbaruar, por puna është këtu, çfarë bënte SPAK-u para fushate, kur kishte urdhër arreste të gatshme që në shkurt, edhe këta individ ishin të përfshirë kështu sipas të dhënave që kanë dalur, të përfshirë në veprimtari kriminale dhe në zgjedhje. Tani, SPAK-u përpunon me standarde, çfarë do të thotë? Në skenë, edhe që mega aksion dhe pra pasken bëjnë negociusin me pushtetin i cili është 83 mandate nga shtetëror në vazhdim për të siguruar veten dhe sigurinë e vet, tu është lind pyetja. Pra, me sa po kuptoj unë, ju po thoni që mbaruan punë me zgjedhjet edhe tash po i heqin, që ta themi shqip muhabeti, apo jo? Ashtu është, edhe kjo është punë se diçka tjetër. Po? Veç kësaj që më kuptuat. Në skenë, ata bërën mega operacion. Por, në prapa skenë, ata janë duke punuar për veten e ty. Pra, 20 prokurorët. Se në rast se kjo parti politike e mban deri në fund 83 mandate dhe nuk e lëshon të bëj standarde europiane jo diktatoriale, i bjen që në çdo moment, në rast se kemi dhe grupe të tjera kriminale, SPAK-u mund t'i përdori politikisht në rast se bëhet karrika e 20 prokurorëve të SPAK. Ç'do të thotë kjo? Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë po? Skenari gatshëm që sësi të luftohet krimi organizuar dhe politika bashkë por atë kur synon karrike e prokurorit. Okej. Shumë më mirë. Do t'i kthehem institucioneve ligjzbatuese dhe kësaj që ju tha tani, vetëm një pyetje sa për një shkëputje. Duke qenë se në hetimet kanë dalë edhe, po themi,
transferta të mëdha parash me Amerikën Latine, me Ekuadorin konkretisht për trafikun e drograve të ndryshme të kokainës. A kemi të bëjmë me një rrjet ndërkombëtar të pastrimit të parave në këtë rast? Dhe duke qenë se u sekuestruan edhe bizneset të tjera këtu në Shqipëri, ndër të cilave edhe një televizion në qytetin e Vlorës e të tjerë. Unë nuk mendoj se kemi të bëjmë me një rast kaq shumë të rëndë, mund të jetë pjesërisht i rëndë për sa i përket transferteve, po unë e shikoj pak edhe një goditje e brendshme. Sekuestrojmë një televizion. Televizioni bëte reklamë që klimi bën kërkitari kriminale. Do më thuash ti, jo kanë ardhur lekë palishme, po e mate kështu për ti që atë lekë investuar pikërisht nga ky televizion. Unë mendoj se paku ashtu që ka bërë në të shkollën që ka sekuestruar televizion, mendoj se mund të jetë mesazh për ndonjë televizion lokal, kombëtar tjetër. Mund të jetë mesazh, po thoni ju. Skenar mjaft interesant, fakt nuk i kisha menduar që mund të jetë mesazh. Pse ju mendoni se SPAK-u është institucion i pavarur kushtetues dhe ata nuk jetojnë në Shqipëri dhe nuk janë në presion? Se di, mendoj mos në jeton në Shqipëri. E keni parë ndonjë që shkojnë në një prokurori e Shteteve Evropiane që sekuestroi televizion në kopandemien me Armati? Asnjëherë nuk ndodh kjo. Edhe sekuestrimi të ndodhë me shok, me PR. Edhe ajo tjetër, nuk e çuditshme për sa i përket jo sekuestrim, por deklaratës publike të SPAK-ut që jemi në Elbasan në natën kaq, jemi në Vlorë në natën kaq. Çfarë sinjale të thonë? Kush i tha të bëj PR? Që po shkojmë ne, bëjmë aksion. Po normalisht çuna do të pëlqen. Sa po ikë SPAK-u, çuna të mblidhen për të bërë aksionin. Pra do të thotë që e gjitha kjo që ndodh në vendin tonë është abuziv i madh që bën prokuroria speciale.